Besimtarët musliman do të nisin agjërimin e muajit të shenjtë Ramazanit ditën e njëjtë më datë 19 shkurt 2026. Me këtë rast muftiu i Kërçovës, Kamil Rushiti, bëri të ditur se gjatë këtij muaji janë paraparë një sër aktivitete shfetare dhe edukative. Sipas tij, përveç shënimit të datave të rëndësishme fetare, siç është edhe Nata e Kadrit, do të organizohen edhe ligjërata dhe aktivitete të ndryshme fetare, ku do të përfshihen edhe gjinia femrore. Po normalisht muaji i shenjtë Ramazanit i ka disa ditë veçanta. Ne kemi vendosur, do të thotë këtu, si çdo herë natën e Kadrit, që është një natë e veçantë që ne realizojmë tradicionalisht, edhe kësaj radhe do të realizohet. Do të kemi iftare të përbashkëta me xhamatet tona, në xhamitë tona. Do të kemi një iftar të përbashkët me imamët tonë dhe këshillat e xhamive, dhe normalisht jemi duke përgatitur një sër ligjëratash nga imamët tonë, të cilët do të transmetohen në prag të iftarit. Kuadër, ju vetëm e dini që në kuadër të muftinisë së Kërçovës është edhe sektori i gjiniisë femrore, nga do të thotë Hoxhica Çanie Aliu, edhe ajo do të thotë ka parapar ligjërata në disa xhami të territorit muftinisë Kërçovës. Muftiu gjithashtu njoftoi se falja e namazit të Taravis në të gjitha xhamitë në territorin e muftinisë së Kërçovës do të mbahet çdo mbrëmje duke filluar nga ora 19:30. Edhe xhamati jon të dinë sakt një orar se kur do të falet, do të thotë namazi Taravis në të gjithë xhamitë e territorit muftinisë Kërçovës. Besojmë që kjo do të jetë lehtësim për ta. Në aspektin tjetër, ora kur u caktohet? 7:30. 7:30 do të jetë gjithë Ramazanin. Gjithë Ramazanin do të jetë falja e namazit Taravis në të gjithë territorin e muftinisë Kërçovës.